محبة والهنا وطني أتذكر من أنا. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Të ndeshëm besimtar, falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Allahu subhanahu wa taala I ka dalluar disa njerëz nga disa të tjerë, disa vende nga disa vende të tjera, madje edhe pejgamberët Allahu subhanahu wa taala I ka dalluar mes vetë tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Këto thotë Allahu subhanahu wa taala janë të dërguarit e Allahut të cilët Allahu I ka vlerësuar disa më lart se disa të tjerë. Kurse nga njerëzimi Allahu subhanahu wa taala I ka vlerësuar, I ka dalluar ata të cilët janë besimtarë. Dhe prej veçorive me të cilat Allahu subhanahu wa taala I ka dalluar besimtarë, prej veçorive kryesore për të cilat duhet me falënderu Allahu subhanahu wa taala pa ndërprerje. Edhe atëre kur flasim, duhet me falënderua me zemrat e tona Allah subhanahu wa taala që na ka dalluar nga ata të cilët nuk e besojnë Allah subhanahu wa taala. Prej begative më të mëdha dhe prej veçorive më të mira që Allah subhanahu wa taala u ka dhënë besimtarëve dhe dallimin që ka bën nga ata të cilët nuk janë besimtarë, është që në kohën kur të tjerët besojnë në gjëra të kota, në gjona që sharake dhe gjona të ulta, ata të cilët janë besimtar, ata të cilët janë musliman, e besojnë drejt Allahu subhanahu wa taala. Veçoria e dytë, me të cilën Allahu subhanahu wa taala I ka dalluar besimtarët, është pasimi sunetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në kohën kur shumica njerëzve pasojnë, qofshin njerëz të prishur, të degeneruar, qoftë pasojnë çështje të tjera, bide të tjera, ose edhe idhuj të tjerë, kurse muslimanët e pasojnë sunetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Veçoria e tretë me të cilën Allah subhanahu wa taala I ka dalluar besimtarët, është në kohën kur shumica njerëzve udhëhiqen sipas mendimeve të njerëzve dhe fjalëve të tyre. Besimtarët udhëhiqen sipas asaj që ka thonë Allah subhanahu wa taala në librin e tij dhe atë që ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Në kohën kur njerëzit problemet e tyre I zgjidhin sipas logjikave të tyre, besimtarët çështjet e tyre I kthejnë te ajo që ka thonë Allah dhe ajo që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është veçoria e tyre. Dhe gjithsecila prej atyre të cilat I përmendën më lart, nëse nuk gjenden te një person ai nuk është besimtar.
nëse besimi nuk është vetëm në Allah subhanahu wa taala, nëse pasimi nuk është vetëm i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nëse zgjidhja e problemeve dhe udhëheqja nuk bëhet vetëm sipas asaj që ka thënë Allahu dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ata nuk janë besimtarë dhe nuk i kanë të veçori, qofshin bashkohen të gjitha këto pika të një persone se vetëm njëra prej tyre nëse gjendet. Dhe ajo e fundit është Allah subhanahu wa taala i ka dalluar besimtarët me qenë miq mes vete dhe me qenë të distancuar nga ata të cilët nuk e besojnë Allah dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot Allah subhanahu wa taala el-mu'minun wal-mu'minat, besimtarë dhe besimtarët, ba'duhum awliya ba'd, ata janë miq me njëri tjetrin. Prej veçorive të besimtarëve, veçori e domosdoshme, e cila nëse nuk gjendet te një person ai nuk është besimtar, është miqësimi me ata të cilët e besojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe me ata të cilët udhëhiqen sipas asaj që ka thënë Allahu dhe asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si dhe distancimi nga ata të cilët nuk i nënshtrohen fjalës së Allahu subhanahu wa taala dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. El-mu'minun wal-mu'minat, besimtarë dhe besimtarët, ba'duhum awliya ba'd, janë miq të njëri tjetrit. Në ajetin tjetër të kundërën e kësaj, Allah subhanahu wa taala thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya", o ju të cilët jeni besimtarë, mos i merrni për miq ata të cilët e kanë tradhtuar Isën alayhis salam dhe ata me të cilën ka zbritur Injilin, dhe ata të cilët e kanë tradhtuar Musën alayhis salam dhe ata me të cilën ka zbritur Tevratin, ba'duhum awliya ba'd, për shkak se ata janë miq me njëri tjetrin, wa man yatawallahu minkum fa huwa minhum, dhe kushdo prej juve që miqësohet me ta, dhe ai është prej tyre. Po ashtu Allah subhanahu wa taala na sjell në librin e tij shembullin më të lartë: "Walakum fi Ibrahima uswatun hasana". Në këtë temë thot Allah subhanahu wa taala në dashurinë për ata të cilët janë besimtarë dhe largimin, distancimin nga ata të cilët nuk janë besimtarë. Shembullin më të mirë thot Allah subhanahu wa taala gjenit e Ibrahimi alayhi salatu wassalam, i cili edhe ata të cilët i kanë besuar atij i kanë thonë popullit: "Ne distancohemi nga ju, wa mimma ta'budun min dunillahi kafarna bikum", dhe atë që adhuroni përveç Allahu subhanahu wa taala ne mohojmë atë bashkë me juve. "Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha'u hatta tu'minu billahi wahda", dhe mes neve dhe juve është shfaqur rrethja dhe armiqësia derisa ta besoni Allahu subhanahu wa taala të vetën. Në një ajet tjetër thot Allahu subhanahu wa taala: "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadda Allah wa rasulahu". Nuk ka mundësi me gjetë një popull të cilët i besojnë Allahu subhanahu wa taala, e të dojnë ata të cilët i kanë shpall armiqësia Allahu subhanahu wa taala dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Janë këto katër veçorime të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka dalluar besimtarët, dhe nëpërmjet këtyre katër veçorive kanë me qenë krenar në jetën e kësaj bote dhe në jetën e botës tjetër, për të cilën në hutbën e kaluar përmendëm fjalën e Umar ibn al-Khattabit radiallahu anhu, i cili ka thënë se ne jemi popull të cilët Allahu subhanahu wa taala i ka zgjedhur, i ka ngritur nëpërmjet Islamit, dhe kushdo prej neve që kërkon krenari dikon tjetër përveç asaj krenarie të cilën e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala ka me poshtru. Dhe prej krenarive, prej veçorive kryesore me të cilat na ka veçuar Allahu subhanahu wa taala është besimi në Allahun, imani i pastër, tauhidi, për të cilin kujdesuni edhe ta mësoni, edhe ta besoni, edhe ta qitni në praktik ajo që ka të bëjë me veçimin e Allahu subhanahu wa taala. Veçoria e dytë, veçimi me pasimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë falenderoni Allahu subhanahu wa taala dhe mësoni se çka ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që edhe ne të ecim hapave të tij. Veçoria e tretë, udhëheqja, zgjidhja e problemeve dhe pajtimi me atë që Allahu subhanahu wa taala ka caktuar si të drejtë ose si të lishme për neve, ose si të ndaluar ose haram për neve.
Dhe e fundit mësimi me ata të cilët e dojnë Allah subhanahu wa taala, dhe kjo është prej veçorive madhështore që Allah subhanahu wa taala i ka dalluar besimtarët. Me i dash njerëzit jo për diçka, vetëm se ata besojnë Allahun dhe përcjellin sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është ajo veçoria të cilën e ka sjellë Allah subhanahu wa taala për besimtarët, me u distancue nga ata cilët se besojnë Allahun jo për ndonjë çështje tjetër, por vetëm se e kanë kundërshtuar fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kushdo që i bën këto ka me marrë krenarin që Allah subhanahu wa taala ka premtuar në këtë dynjë, kurse begatia dhe mirësitë më të mëdha ka me marrë ditën kur të ringjallemi e të japëmi llogari para Allah subhanahu wa taala. Gjithsecili prej neve shpirtin e ka në shfrytëzim, trupin dhe shpirtin të bashkuara në shfrytëzim derisa të vjen ligji, caktimi i Allah subhanahu wa taala, thumma turadduna ila alimil ghaibi wa shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Pastaj secili prej neve kemi më kthy te Allah subhanahu wa taala, kurse Allah ka më marrë në pyetje për ato të cilat kemi vepruar. Ka më marrë në pyetje Allah subhanahu wa taala për besimin, ka më na pyet Allahu për pasimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka më na pyet Allahu subhanahu wa taala zgjidhjen e problemeve, çish i kemi bë, dhe ka më na pyet Allahu subhanahu wa taala kush kanë qenë miqtë tonë dhe kush kanë qenë ata prej të cilëve jemi distancuar çish jetën e kësaj bote. Lutna Allahu subhanahu wa taala që ta shton imanin të na dhe dashurinë e diturinë për më përcjell sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.